Bugatti në ndrojmë, Ferrari në ndrojmë, Benita në hava për kalon, nëse pak hajgare. Si do qoftë, dinamika më aktuale në shtëpinë e Big Brother Kosova VIP 4 është trekëndshi që ka bërë Eliona me një zgjedhje sigurisht provokuese dhe për të testuar se sa e zonja do t'ishte Benita për të reaguar në këtë situatë. Fjala është do ta marr nga fillimi, ku Eliona si kapitene kishte detyrën për të përcaktuar se ku do të shkonin banorët me detyrat e shtëpisë. Zgjedhja e saj shkaktoi debate pasi veten dhe Tonin e la në dhomën e gjumit, kurse Benitën e ndau nga Toni dhe e çoi në lavanderi së bashku me Ibron Sakaj. Çiftin, le të themi Dolce dhe Edin, i la bashkë jashtë. Këtu nisi debati i parë që pse na ndave, tha Benita Elionës, ku më tej kishte një agravim, por pa shkuar tek agravimi këto ditë edhe në Prime u pa një lloj materiali që Benita mund të kishte një lloj pëlqimi edhe për Klodin, gjë që nuk po e tregonte. Ja tregoi Tonit që pëlqen edhe Klodin, ndërkohë që këto ditë ka pasur një lloj flirti, një lloj romance dhe një lloj, le të themi, nisje të një lidhje me Tonin dhe nuk është gjë e bukur që kalosh nga një anë në tjetrën, por Benita e bën dhe tregon që nuk ka problem. Por pse ja ka paluar, siç thuhet tani më në atë shtëpi Eliona Benitës, është se e nxori rastin e parë kur kishi vetëm pak ditë që ishi në shtëpi që ndodhi gjithë ajo bullizim, ajo gangsterliku që kishte Benita ndaj Elionës, që më pas kërkoi ndjes, u shpreh që nuk isha vetja, kisha trysni, kisha edhe një lloj ndikimi të keq nga Alba, ndërkohë mbrëm në përballjen e tyre i holli të gjitha këto poshtë dhe i tha që ta kanë bërë mirë. Pra u tregua dy fytyrëshe, u tregua viktimizuese atëherë ku kërkoi falje dhe ja holli të gjitha fajin Albës për situatën e saj të keqe që doli keq në atë përballje që kishte me Eliona, dhe tani në këtë përballje të re ku Eliona, për mua, e kam thënë dhe do ta them për sa kohë, ta shikoj të njëjtë, por luan me qetësi, me ftohtësi dhe me logjik, ndërkohë që është bërë shumë e bajatshme dhe shumë e panevojshme nga banorët, por më së shumti nga Benita në këtë situatë që nuk merrna me ty, ta paloj, ta bëj, nuk më duhesh, ndërkohë që ju qep nga pas Elionës për t'i kërkuar llogari pse provokoj, pse më bën, a jeni në ato loj për të provokuar, a jeni në ato loj ku provokimi është thelbësor për të nxjerrë tjetrin keq, e që Eliona ja doli që ta nxirrte Benitën keq. Ai sa e ka kërcënuar dhe me fjalë mbyse bëj shumë gjëra të pahishme, por tregon edhe një realitet ku në një lojë ku presioni është i madh, por sidoqoftë tregon edhe për sjelljen jashtë që kanë banorët. Të zihesh për një burr nuk është shumë e hishme në një shoqëri ku Jona, ku e di se sa paragjykohesh edhe të sillesh si gangsta, sërish nuk pranohesh dhe sërish paragjykohesh. E kam ndjekur të gjithë bisedën që Benita kishte tensionuar me Elionën, ndërkohë që Toni rrinte i shtrirë dhe dëgjonte se si dy gra, se si dy vajza të reja, Eliona 18 dhe Benita 21, po grindeshin midis njëra tjetrës se kush kishte faj në këtë provokim. A ishte faji Elionës që e bëri me shkak këtë ndarje për ta mbajtur me vete Tonin, apo thjesht është Benita e dobët që me një provokim të thjesht ku duhet të ruash nervat, e nësa duket nervat i ka kaçorel si bishti gjatë i kalit që ka në kokë, dhe padyshim që në sytë e publikut edhe një herë tjetër Benita po del keq se u pozicionua me këtë lloj flirti dhe po merrte një lloj trajte më të qetë dhe më të pranueshme brenda në lojës, por ra shpejt në grackën e Elionës dhe tregoi që është kërcënuese, që është intimiduese, që është shumë arrogante dhe nga ana tjetër pa thelb dhe pa zgjuarsi si banore, pasi këtë gjë mund ta përdorte në atë që nxiti Edi çuditërisht pasi e ka mbrojtur këto kohë të fundit Elionës duke e përkrahur, duke dhënë mbështetje, e duke thënë që tani është Eliona ajo që po don të ngjyte ky raporti Tonit dhe Benitës. Nuk e di ku e ka marrë gjithë këtë lloj qasje për ta sjellë tek audienca, te dhoma rrafimit, ndoshta. Por nga ana tjetër, Benita mund të bënte një tjetër reagim ku mund të nxirrte Elionën si provokuese, po pa qenë nevojë të gjithë këtyre dramave, ndoshta
ta linte situatën që të rriste dhe të shikonte se si do të punonte Toni dhe Eliona në punën e shtëpisë në dhomën e gjumit që ishte caktuar nga vetë Eliona që të kishte dhe Tonin, por direkt u ngrit në këmbë duke u agravuar ato debatet pastaj një pas njëshme e kërcënimet dhe për mua nuk është se prodhoi diçka pozitive për të, thjesht do të kritikohet në prime për të gjithë fjalët që ka thënë për edhe kërcënimin, se nuk është e hishme në një shtëpi si Big Brother se pikërisht për të mos të dhënë këto mesazhe është edhe ky format që i dënon sjellje që nuk duhen në shoqëri. Por pse u prek Benita nga zgjedhja e Elionës për sa kohë ata nuk janë çift? Kur ndolli gjithë sherri, kur ndolli gjithë debati, Benita tha, po ne jemi çift, tha, si mundesh ti ta bësh këtë? Edhe tani me Tonin është i ftohtë se shpreu pëlqimin që kishte për Klodin që po e mbante të fshehur dhe nga ana tjetër e pa gjithë sjelljen që kishte me Elionën as pak të hishme, me sa duket nga një provokim i vogël u shpërbë dhe kjo njoja dhe kjo lidhje që kishte Toni me Benitën, por çdo gjë mbetet për të parë në atë shtëpi se për hir të lojës, siç pa e bëjnë këtë raport fake, mund ta kapërdinë dhe mund të ketë një vjueshmëri të kësaj marrëdhënie dhe pse Toni betohet për fëmijët e tij që e ka pëlqimin real për Benitën dhe nuk e ka as pak për lojë, sidoqoftë ai këto ditë është parë që nuk është në gjendje të mirë shëndetësore, është prekur nga një viroz dhe edhe ka një lloj qasje, le të themi, jo shumë me energji për të përballuar të gjithë këto situatat që janë në drejtim të tij, të gjithë këto gricjet apo provokimet që po bëhen në atë shtëpi, e cila nuk është se po prodhon ndonjë dramë të madhe, një qetësi, aq sa kemi parë banorët shumë të fjetur, Dolce, e cila erdhi si një butterfly nga Italia, nga Grande Fratello, po i shikojmë sërish të mbyllur në atë guackën, siç ka qenë përpara se të shkonte në Grande Fratello, ku atje ishte lojtare, e tani në shtëpinë e Big Brotherit të Kosovës, thjesht një banore që po jeton dhe nuk po sjell asgjë ndryshe dhe nuk po e zhvillon, le të themi, afërsinë me amorin e saj me Edin. Sigurisht unë kam thënë dhe do ta them që për mua është një çift fake, thjesht për të kaluar kohën dhe për të shijuar këtë Big Brother nga një formë ndryshe, duke qenë që nuk janë lojtar dinamik apo lojtar të fortë sa kaq nga ana tjetër. Labi po kërkon të ketë një lloj debati, një lloj sherri apo një lloj diskutimi apo edhe një lloj përplasje të mendimeve apo të lojës me Edin, edhe pse siç u shpreh sot Dolces që Edi po e mënjanon dhe nuk po ja jep këtë mundësi për të pasur këtë përballje, ndoshta duke ditur që Labi të çon në detin ku është kos dhe del keq në sy të publikut, e Edi do që ta vijoj këtë rrugtimin kështu. Nuk e shikoj as pak aktiv në shtëpi, as me Dolcen, asgjë. Kurse banorja Morena të shtëpi, Fjolla fjeti gjumë në fund e merakosur të gjithë se ku kishte shkuar, por menaxhimi i saj Instagramit tregoi një foto që ajo po u pushonte dhe të merrte të gjithë energjinë, siç e mori dhe tani po karikon banorët me paksa informacione nga jashtë, duke i thënë Benitës që lëre Tonin, fokusohu te Klodi, e ndërkohë duke i dhënë dhe një sinjal Elionës që shiko se je e re, edhe pse pëlqesh në publik, pak a shumë po jep disa detaje në ato biseda që po bën dhe nuk e dim se sa të zgjuar dhe sa të vëmendshëm janë banorët për t'i përthithur dhe për t'i bërë pjesë të lojës tyre, qoftë për të ndryshuar për mirë kjo për hir të një loje e cila deri më tani është në ujëra të vakët dhe ende nuk ka shpërthyer me të madhe që të kemi ato situatat dramatike, dhe pse kjo e Elionës me Benitën sigurisht që është një situatë që është komentuar, ka marrë vëmendjen e publikut, por jo me shumë të madhe përpose kërcënimeve të Benitës që tha e mbys dhe e nxjerr nga këtu. Mbetet për të parë se si do të vijojë ky raport, por ajo që nuk më pëlqen është që ende Klodi nuk është shkrir me shtëpinë e Big Brotherit, edhe pse duket si një njeri me energji që është si një lloj dirigjenti që në prime drejton dhe tregon se si kush ka folur mirë apo keq nga banorët. Me mbylljen e mikrofonit, Hygertës i thotë që mos ma nxirr që të kam thënë që kam dikë jashtë, ai thotë po gjëna se Eliona të ka shprehur një lloj simpatie, duhet t'ia thuash. Pra po e mban të gjithë për të testuar se kush janë ata që u ndjen grup me të dhe të punojnë siç shikohet në publik, që ai merr nga energjia e lëndrimit pa Klodi dhe nuk është se ka ndonjë lloj dinamike në atë shtëpi, përpose qesh, kërcen dhe
nuk është ndonjë lojtar që të shpalosi veten, ndoshta kjo është strategjia e tij për të thithur të gjithë banorët dhe ai të qëndrojë si krajl i paprekshëm, i papërlyer dhe i pëlqyer në sytë e publikut. Pak a shumë këto ishin mendimet e mia dhe për këto 24 orë të fundit çfarë ka ndodhur në atë shtëpi. Do doja të dija mendimin tuaj dhe më kryesorja është i bëni subscribe kanalit ton Koha Jon në YouTube.